Së fundit po ballafaqohemi me një gjë që është mëse e vërtet. Një realitet që po na ofron dëshmi mbi fakte. Skena po mbushen me këngëtare të reja e të bukura e një publik që pret të ndahet i kënaqur përderisa i ka syt në ekranin televiziv dhe e dëgjon një melodi të mirë. Zhgënjim apo triumf, bukuri apo talent. Këto janë ato të cilat i mendojnë të gjithë kur ja mësojnë kësaj rruge. Jo vetëm në vendin tonë, por edhe në vende tjera që na rrethojnë, muzika më shumë shikohet se sa dëgjohet. Bukuria dhe talenti janë dy gjëra që shkojnë gjitur njëra me tjetrën, por nëse ndalemi e mendojmë si do të ishte më mirë, të kemi këngëtare të bukura apo talente. Ndoshta bukuria është ajo që ja hap dyert një këngëtare, por në krijimin e muzikës kualitative bukurisë i bie roli, e pastaj paraqitet talenti. Fatmirësisht ka prej atyre që e kanë edhe bukurinë, por e kanë talentin edhe në zonën, në bukurinë e zonit. Kështu që në studio në fakt është shumë ma lehtë me punu me një këngëtare e cila ka normalisht fiksuar talent. Bukuria e talenti duhet të jenë në proporcion relativ që gjithçka të jetë në rregull. Ka raste kur bukuria dominon mbi talentin, e ai rast është dukja skenike. Të dyja që janë të nevojshme të une, po një anë bukuria është më e vlefshme se sa tjetra, po edhe tjetra është talenti është shumë e rëndësishme se e kompleton bukurinë, kështu që lëvizjet janë më të mira. Është, që më thonë, është kompletimi më i miri i pozicionit e i pozitës saj në për me dalë fotografi. A ka rëndësi më shumë njëra se tjetra, tregojnë edhe qytetarët e thjeshtë. Mendoj që talentin. Mas miri kish me qenë dyat, kombinimi dyave. Talentin. Më mirë shkon me pos talentin se sa bukurisë. Seksi më konë ma sporti që ajo më rëndësi. E bukur të ra më konë. Talenti është pak ma shumë i rëndësishëm, ama edhe bukuria vyn bagin skenë. Secila nga këngëtarët i ka tiparet e veta, por qëllimi është tek afirmimi i tyre në skenë. Te unë është në rëndësi me nxjerr bukurinë atij njeri që vjen. Secili njeri ka një bukuri të vetën. Do nuk ekziston asnjë njeri në botë që ka një anë më karakteristike ose më interesant fytyrës së trupit tina. Kështu që na gjithmonë punojmë me karakteret që vinë, me njerëzit që vinë. Mundohemi me nxjerr karakterin e saj dhe bukurinë e saj. Shumë këngëtare u gjetën rrugës së vështirë të këndimit vetëm e vetëm fal bukurisë së tyre. Shumë këngëtare të tjera nuk arritën ta ngjesin malin e skenës, e mbetën në gjysmë. Kjo është si pasojë që në vendin tonë u japim përparësi femrave të bukura më shumë se femrave të talentuara. Argumentet mbrojtëse të përkrahasve të këtyre këngëtarëve të afirmuara janë: në show business më shumë muzika kçyret se ndëgjohet. Tena nëse ndallohet muzika kçyret nuk ngohet. Zëmeton me qenë shumë i bukur për me pas sukses. Edhe mi pas ka dikush që e ka atë karizmen që ta mëne artistike, që pa ta falë Zoti, pa ata s'mundesh. Adele për shembull, e ka një diçka që e tërhek publikun, pavarësisht domethënë duke saj e cila ndoshta është shumë më mirë se ku ta di unë dikush një këngëtare që duket shumë më mirë. Pas gjithë këtyre e bukur apo talente, u mbetet juve që ta vendosni.